لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Allahu subhanahu wa ta'ala e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe strehim kërkojmë. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për të mirat e panumërta që na i ka dhuru, që në Islam na ka udhëzu dhe me Islam na ka nderu. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vulës së profecisë, zotriut njerëzis, pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij, bujar dhe besnik, neve dhe gjithë atyne që vazhdojnë ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën kur kanë me dal para Allahut subhanahu wa taala. E për të cilën ditë Allahu thot në Kur'an: "Yawman la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Atë ditë, thot njeriut, nuk ka me ba ma dobi as malli dhe as evladi, përveç atij njeri i cili është kthy tek Allahu subhanahu wa taala me një zemër të pastër apo me një zemër të shëndosht. Vëllezër të nderuar, zemra e njeriut është njësoj sikur ajo ena, dhe njeriu me çfarë ka mi mbush enën në këtë botë, njat ka mi derdh kur do të dal para Allahut subhanahu wa taala. Ajo zemër që mban mllef, që mban urrëtie, që mban hasmëri, ajo zemër vetëm se e rëndon pronarin e vet. Ndërsa ajo zemër që i falën tjerë, ajo zemër që shpërndan mirësi tek të tjerë, ajo zemër vetëm se është lehtësim dhe ndriçim për pronarin e vet. Allahu subhanahu wa taala, vëllezër të nderuar, nuk duhet me harru një gjë, se Allahu subhanahu wa taala nuk e shpërblen robin dhe nuk e lartësen për atë hasmëri apo për atë hakmarrje që ai e mban në zemrën e tij dhe që ka mi kry apo pret mi kry kundër tjerëve. Mirë po Allahu e shpërblen dhe e lartëson robin e tij për aq sa robi i falën të tjerët, i falën ato që i kanë hy atij në hak. Prandaj, vëllezër të nderuar, besimtari musliman e pastron zemrën e tij, sepse zemra e pastër nga sëmundjet e ndryshme, nga hasedi, nga zilia, nga hasmëria, është shtëpi e imanit. Ndërsa zemra që mban idhnim me të tjerët, që mban hasmëri, është barë prej barrave të shejtanit. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kur flet për ato njerëzit me cilësi të larta, për njerëz të devotshëm, për njerëz që Allahu për ata njerëz ka përgatit xhenetet të cilat rrjedhin lumenj, ndërmjet tjerash ato pra muttaqint, ato njerëz të devotshëm, thot Allahu subhanahu wa taala që janë ato el-kadhimin el-ghaidha wal-afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Janë ato njerëz që kur zemrohen e frenojnë mllefin e tyne. Janë ata njerëz që kur bëhen nervoz e fshehin atë nervozën dhe nuk veprojnë derisa janë të zemruar. Mirë po e përmbajnë zemrimin dhe shpresojnë në shpërblim tek Allahu. Mirë po nuk janë vetëm ato që e përmbajnë nervozën, por thot Allahu që janë edhe ata përpos që nuk hakmerren, thot Allahu subhanahu wa taala wala afina anin nas. Kur dikush i ka bë pa drejtësi, ato nuk nervozohen, e mbajnë nervozën, por edhe çka e falin njeriun që ja ka bë pa drejtësin. Ja falin kështu duke tregu forcën, sepse falja, vëllezër të nderuar, tregon forcën e zemrës tënde dhe atë që ti pret shpërblim prej Allahut subhanahu wa taala, dhe kur nuk tregon dobësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nuk është i fuqishëm ai njeri, thot, që i mund tjerë, ai njeri që tjerëve ja kthen edhe arrin që me fituat hakmarrjen e tij,
Mirë po i fuqishëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai njeri që përmbahet mllefit ti. Kur ish duke u nervozu e përmban mllefin e ti. Dhe nuk ka guxim ma të dashtun, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek Allahu subhanahu wa taala se guximi i njeriut për të frenuar mllefin e tij. Nuk thot pra pejgamberi njeriu më i guximshëm është ai që është i fortë dhe hakmerrët të tjerëve. Por nuk ka guxim tha më dashtun tek Allahu edhe guxim më të mirë se sa ai njeri që i përmbahet nervozës apo mllefit të tij. Sa herë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu e frenon mllefin dhe nervozën, aq më shumë tha Allahu atij njeri ka me arrit besimin në zemrën e tij. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e frenon mllefin në ato raste kur ka mundësi mi shfaqete, pra kush e frenon nervozën në ato raste kur ka mundësi mu hakmar, tha Allahu atë njeri ka mi thirr në ditën e gjykimit para gjithë njerëzve tjerë. Dhe ka mi thonë Allahu subhanu wa taala ka me mundësu që me zgjedh një hyri, një gru, pra hyri të xhennetit cilën ta doj ai. E ky është shpërblimi për atë njeri që i përmbahet mllefit edhe nervozës. Vëllezër të nderuam, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ulun me shokët e tij me sahabët. Dhe teksa po qëndronin së bashku, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tani i tha do të hyjë një njeri në derë që është prej banorëve të xhennetit. Dhe gjithë e sjellën kryt ka dera me pa kush është njeri, dhe hyri ai njeri dhe hyri një njeri i thjesht me mjekër të lagun nga abdesi dhe me dakpuc në dorë. Ditën e dytë, prap tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të hyjë tha një njeri nga banorët e xhennetit. Dhe ditën e tretë e përsëriti po ashtu, dhe të tre ditë që e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hyri i njëjti njeri. Dhe një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As, donte që tash me shku me pa dhe me mësu se çka bën ai njeri pos tjerëve që Allahu subhanahu wa taala ka përgëzuar me xhennet. Dhe çka me bë ky me nën diçka që mi thanë atij që ai mi marr shtëpinë e tij dhe i thot jam përbetu, i thot se nuk kam më ndaj në shtëpinë e babës për 3 ditë. Am pranon i thot në shtëpinë tënde. Dhe ky i thot po. Dhe për 3 ditë qëndrimet strehohet pra Abdullahu ke ky njeri, dhe për 3 ditë qëndrimet ky veç e vëzhgonte se çka bën ai njeri. Çka bën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ai është prej banorëve të xhennetit. E shikën, namaz natë nuk falën. I falën pra Yasin, falën sabahun normalisht si gjithë tjerë. Njeri që flitte fjalë të mira dhe kështu me radhë, mirë po nuk bënte kur gjatë posaçme nga shok tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë, pra mas 3 ditëve i tha Abdullahu, i tha shika, unë i tha, ata kam pas vetëm se si justifikim, nuk kam ba fjalë me babën. Por i tha, kam ardhur me të shiku, i tha, çka bën ti diçka të posaçme që pejgamberi tha për ty që je banor i xhennetit. Dhe ky i tha, nuk baj kur gjë, i tha përpos asaj çam ke pa që baj. Dhe Abdullahu nis me ik, ndërkohë ky pa e thirrën edhe i thot, unë i thot, nuk i tradhtoj musliman. Unë i thot, kur bi me fjet, ja fali gjithë atyre njerëzve që më kanë hyrë hak, unë ja fali gjithë atyre. Dhe nuk kam thot në zemrën time, e pastroj zemrën gjithë kohës, gjatë gjithë kohës, nga zilia, i thot. Nuk kam zili për asnjë njeri për dhuntit që Allahu apo dhuratat që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë atij. Pra, nuk i tradhtoj muslimant, e pastroj zemrën nga hasmëria, nuk mbaj inate me askën dhe nuk kam zili për kurgja. Dhe i tha Abdullahu, këto qenkën ato cilësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për ty që je prej banorëve të xhennetit. Vëllezër të nderuam, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot wala tastawi alhasanatu wala as-sayyi'a idfa billati hi ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Thot Allahu subhanahu wa taala, nuk është e barabartë e keqja dhe e mira. Në mes tyne
ka një dallim pra të madh. Dhe çka thot Allahu subhanahu wa taala? Idfa billati hi ahsan. Nëse dikush thot ty të ka bë keq, nuk thot Allahu ktheja të keqen me të keqe. Pra me atë çat ka bëj ty, ktheja dhe ti tash mrapa. Mirë po thot Allahu subhanahu wa taala, idfa billati hi ahsan. Të keqen që ta ka bë, ktheja thot me të mirë. Dhe thot Omeri radiallahu anhu, nëse thot një njeri dën që mi dënu ram për atë mëkat që të ka bë ai ty, atëherë thot sillu me atë njeri ashtu siç ka urdhnu Allahu subhanahu wa taala që ti mos sjell. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, idhan ladhi bainaka wa bainahu adawa. Nëse një njeri që ty të ka bë keq, ti atë keqe ke me ja kthy me të mirë, dhe zërë të ndaru më bani mend, ky është ekuacion. Nëse të keqen thot ke me ja kthy me të mirë, thot Allahu subhanahu wa taala, ai armik i joti ka mu bë mik i afërmt i joti. Gjëgjësisht ka mu bë shok i joti i dashtun. Nëse pra i ja kthen të keqen me të mirë, ti thot ke me ja shtrydh zemrën atij njeriu. Pra Allahu subhanahu wa taala po na mëson se nëse dikush na bën keq dhe ja kthem me të mirë, armikun kena mi bë mik. Mirë po, a është e lehtë kja? A mundet mi bë këtë gjitha kush? Normalisht që nuk mundet. Sepse shumica e njerëzve, apo gjithë njerëzit e kajnë natyrën e vet hakmarrje. Gjithë kush dën me ja kthy tjetrit atë çka ai i ka bë. Mirë po, normalisht që këto janë virtyte njerëzve të devotshëm. Dhe thot Allahu në vazhdimin e ajetit, thot që këta virtyte wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Këtë Allahu subhanahu wa taala nuk mundet mi arrit çdo kush. Mirë po munden mi arrit vetëm ato njerëz që kanë durim dhe kanë virtyte të larta. E mbetën në dorën tonë, a do në me qenë prej atyne njerëzve që kanë me pas virtyte të larta edhe të shpërblymën tek Allahu subhanahu wa taala, apo prej atyne njerëzve që kena mu hakmar edhe kena me tret shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuam, falja ndaj dikujt që të ka hyrë hak mundet mu bë sebeb që ti mi bë atë njeri që me reflektu. Njëherë teksa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e tij në xhami, një beduin hyri në xhami edhe e kryvi nevojën e vogël në mes xhamis. Dhe sahabet shqetësumën, shokët e pejgamberit shqetësumën, doshtën mu nisën që mi dënu. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndaloi dhe i tha, merrni një kofë, pastroni urinën. Dhe i tha, vërtet tha ju jeni dërgu për lehtësim dhe nuk jeni dërgu tha për vështirësim. Dhe kështu vëllezër të nderuam, pas kësaj ngjarje, ai beduini e kërkoi gabimin e tij dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mëshira, pra Allahu na mëshiroft mu edhe ty. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi dhe i tha, ke kufizu një gjë që është e pa kufizueshme, mëshira Allahut është e madhe. Dhe në disa transmetime thuhet që ky beduin pas këtij gjestit e pranoi islamin, mirë po dhe në disa tjera thuhet që ka qenë edhe musliman. Mirë po një gjest i vogël mundet mi bë që personi me reflektu në jetën e tij dhe ti mundesh mu bë sebeb për atë reflektim. Vëllezër të nderuam, ndër njerëzit që është hyrë hak më shumë ti, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe a ka mujt pejgamberi mu hakmar, ka mujt pejgamberi mu hakmar a kush tjetër. Sepse robi më i dashtën i Allahut subhanahu wa taala dhe ka pas gjithmonë ndihmën e Allahut mas tij. I ka pas melaiket mas tij. I ka pas sahabet mbas tij. Mirë po pejgamberi kur shkoi në Taif dhe shkoi për mi thirr njerëzit në Islam, miftu pra që ma adhuru Allahun si një dhe të vetëm. Mirë po banorët e Taifit e pritën pejgamberin duke e gjujt me gur, dhe fëmijët e gjujshin pejgamberin me gur derisa e gjakosën atë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mërzitun, i piklum, po largohet nga ai vend derisa u nal pranë një peme në vendin e quajtur Karna Thalib. Dhe aty erdhi Xhibrili alayhis salam dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu e din se çfarë kanë bë ato banor me ty.
dhe tha Allahu subhanu wa taala e ka dërgu melekun e kodrave të jetë në dispozicion tonin për të vepru se çka dën ti me vepru ai me banorët e Taifit. Dhe meleku i kodrave i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, un jam i tha meleku i kodrave, dhe Allahu më ka dërgu që ti me murdhnu mu çka me ba me këtë popull që të kanë sulmu ty. Nëse ti dëshiron, tha, mund të mi bashku kodrat bashk dhe mi shkatru gjithat popull që është aty. Mirë po çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha, pra unë shpresoj që nga pasardhësit e tyne dalin njerëz që do të adhurojnë vetëm Allahun dhe nuk do t'i bëjnë shok atij. Dhe kështu vëllezër të nderuam, thuhet që mas një kohe shumica e banorëve të atij vendit janë bë për njerëzve që kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala dhe pa i bë shok pra si një dhe të vetëm. Andaj vëllezër të nderuam, mos të harrom se gabimi është cilësi pra e insanit, ndërsa falja është prej cilësive të Rahmanit apo të Allahut subhanahu wa taala. Në ditën e Kiametit, pra transmetohet nga Enesi radiallahu anhu, se pejgamberi, derisa ishim ulëm thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pam pejgamberin duke qesh, derisa thot ju pan ati edhe dhamt. Dhe Omeri i tha, për çka po qeshën, o i dërguari Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi i tha, dy pjesëtar, pra dy njerëz të ummetit tem, derisa që ndrojnë para Allahut, para Zotit të gjithfuqishëm, njeri pra i thot tjetrit, o Zoti im, i thot, ky vllai jam, let ma kthejnë, i thot, hakun që më ka hyrë ndërnja. Ma kthejnë atë pa drejtsin që ai mu ma ka ba. Ndërsa Allahu subhanu wa taala i thot, me çka me ta kthy ai ty, kur ai nuk ka të mira, nuk ka punë të mira që mundet me ta kthy ty. Pastaj tregon pejgamberi, ka vazhdu duke thënë, atë ditë thot njerëzit kanë nevojë që mu lirun nga barrat e mëkateve. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala i thot atij akuzuesit, atij që po akuzon shokun e vet që i ka hyrë hak, i thot ngrite kokën dhe më trego çka po shef. Ndërsa ai që akuzon pra shokun e vet i thot Allahut subhanahu wa taala, wallahu jam po shaf, i thot vendbanime prej arit. Po shaf, i thot kështjella prej arit dhe diamante, për cilët pejgamberi thot i ke pregadit tanta, për cilët njerëz të mirë i ke pregadit tanta, po për cilat shahida i ke pregadit ton këto mirësi. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala i thot i kam pregadit për atë që i pagun. Dhe ky i thot, po kush ka mundësi mi pagu tanta, ndërsa Allahu subhanahu wa taala i thot ti e ke mundësin. Dhe ky i thot, po me çka, i thot, ndërsa Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet, i thot duke ja fal vllas tam atë që ai ty të ka bë pa drejtësi apo të ka hyrë hak. Dhe kështu ai njeri thot unë ja kam fal vllas tam dhe Allahu subhanahu wa taala e urdhnon, i thot merre vllan tam dhe futuni të dy bashku në xhennet. Në lidhje me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, friksojuni Allahut dhe pajtohuni mes vetes se me të vërtet Allahu i bën tha musliman që të pajtohen. Thot vëllezër të nderuam, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wali'afu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Le thot ju afalin dhe të ndahen butësisht, a nuk dëshironi që dhe Allahu t'ja fal juve. Nëse keni mi fal tjerë, ta dini vëllezër të nderuam se dhe Allahu subhanahu wa taala ka me ju fal juve. Vëllezër të nderuam, ti harrom merit, ti harrom hasedet, ti harrom nervozat apo idhnimet që i kemi me vëllezërit musliman. Le t'ja falim vëllezërve ton, e sidomos tash që gjendemi pranë muajit të Ramazanit. Le t'i harrom gjitha padrejtësit dhe tjerat që na i kanë bë, në mënyrë jo që të presim shpërblim nga ta, mirë po që të presim shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala në ditën kur nuk do të shpërblej kush tjetër posti dhe më mirë se ai. Elusim Allahun subhanahu wa taala
që të na bëj prej atyre njerëzve që i kanë zemrat e pastërta, të na bëj prej atyre njerëzve që nuk mbajnë zili, nuk mbajnë haset, nuk mbajnë mëri në zemrat e tyre, mirë po i pastrojnë zemrat vetëm që Allahu subhanahu wa taala ata mi shpërbly. Dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që të na i fal mëkatet tona, lutem Allahun subhanahu wa taala që kështu siç na ka bashkuar në këtë ditë xumaje, Allahu subhanahu wa taala të na bashkoj në Jannatul Firdaus me shahida, me pejgamber dhe me njerëz të mirë. آمين وقولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم